Ushtrimi në instrumentat muzikore cilësohet si një mundësi e mirë për largimin e fëmijëve nga keqpërdorimi i teknologjisë dhe efektet negative të saj. Në Gjirokastër, një grup instrumentistësh të vegjël prej disa vitesh preferojnë violinën dhe muzikën duke zvendësuar në këtë mënyrë qëndrimin për orë të tëra me telefonat celular. Fëmijët shprehen se në këtë mënyrë kalojnë kohën e lirë ndërsa përfshihen edhe në aktivitetet artistike që organizohen në qytetin e Gurt. Dhe neve si fëmijë kënaqemi shumë në kursin e violinës. Unë për vete kam 7 vjet që studioj violinën dhe me ndihmën e mësueses tonë Lubianola Haska, përpiqemi që të bëjmë sa më shumë aktivitete dhe gjithmonë kemi patur sukses në aktivitetet. Unë kam rreth 4 vite që studioj violinë me mësuesen time. Kam studiuar edhe në shkollën 9 vjeçare Urani Roma, po tani kam filluar edhe tek Qendra Kulturore e Fëmijëve. Është shumë zbavitse dhe kemi plot aktivitete të bukura që ne zhvillojmë. Tani violina është instrumenti më i bukur sipas mendimit tim dhe e vlerësoj shumë sepse të luash në violinë nuk është gjë e lehtë dhe ne që të mësojmë na duhet shumë kohë. Kështu që kur dalim në aktivitete ne kënaqemi sepse marrim feedbackun, pra atë që ne kemi punuar për dhe në çdo aktivitet kemi shkëlqyer dhe jemi kënaqur shumë. Përfshirja në aktivitetet kulturore, sportive e të tjerë është një mënyrë e mirë për mirëritjen dhe argëtimin e moshave të vogla si dhe largimin e tyre nga orë të tëra qëndrimi përpara ekranit të celularit apo kompjuterit. Pamjet u mundësuan nga korespondenti i televizionit 6+1 Vlora në Gjirokastër, Bledi Kore.